Ne dim që Vatikani është një institucion shumë i rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Tani sa për zgjedhur një pap i ri, i cili në deklaratat e tij, në fjalimet e tij, ka treguar se do të jetë një pap i dialogut, një pap i hapur, një pap i cili do të marrë përsipër një rol të rëndësishëm përballë krizave të ndryshme të njerëzimit. Ne shpresojmë të gjithë si komunitetet krishtera, besoj se dhe përtej komuniteteve të krishtera, shpresojmë që të ruaj edhe linjën e papës së ndjer Franceskut, i cili edhe ai tregoi se ishte një pap shumë i rëndësishëm në historinë e njerëzimit, duke treguar një zë i fuqishëm ndaj të dobtëve, ndaj të marginalizuarve. Shpresojmë që edhe ky pap ta ketë parasysh këtë aspekt, por sigurisht edhe sfidat e tjera të cilat ai i merr përsipër, që të flasi edhe të përcjelli shqetësimet e kohës së sotme. Çdo pap patjetër ka dhe individualitetin e tij, personalitetin e tij dhe duke i harmonizuar besoj të gjitha këto, shpresojmë, besojmë dhe duhet të lutemi të gjithë për njerëz të tillë. Ata që janë besimtar. Patjetër, ata që janë besimtar, por jo vetëm, çdo njeri mendoj se ka nevojë, lutja është një urim. Domethënë nuk është thjesht. Quaj e urim atëherë. Ti që s'beson quaj e urim. Jo, unë jam besimtar, nuk jam jo besimtar. Lutja është edhe një urim, pra urojmë dhe prandaj themi duhet të lutemi, të urojmë të gjithë që të jetë një pap që të përgjigjet sfidave të njerëzimit ku ne jetojmë.